Kanë mjaftuar pakorshi që situata në bashkinë Vaujdejes të dalë jashtë kontrollit. Rreshtit e shiut kanë krijuar problematika të mëdha në këtë bashki duke përmbytur qindra banesa, ndërsa siç theksojnë vetë banorët, autoritetet shtetërore nuk kanë dhënë asnjë paralajmërim për situatën. Zonë shumë e keqe. Uji ka përmbyt tona sidomos në kanal prit e kisha e deri te tël noci i ka përmbyt tona shtëpia çaka. Unë kam pas një 30 blet, te tona mi ka damtu, edhe tël nocit një 500 ajmi, që kënë me i bojë, zdim se që me bojë, por sot e më gjema të besë, na jena shumë do. Përmbytje kur fillon të smaran, jena më det krejt, e si bjen kujmë në përmbytje. Ja nuk e di, nuk ka mujt me arë dhe shpi, zigja ose pas gjendje. Kjo situatë nuk është e panjohur në këtë zonë, e cila është përmbytur edhe në raste të tjera, ndërsa shteti nuk ka marrë asnjë mas duke e lënë banorët në mëshirë të fatit. Ndërkohë lumi Glinka dal nga shtrati dhe përpasoj ka përmbytur disa banesa. Vërshimi ujrave ka bërë që të përmbytet edhe arku i Bërdicës. Situata është mjaft e rënduar, diçka që pranon edhe kreu i bashkisë Vaujdejes, Kristian Shkreli. Ai ka theksuar se shpreson që të mos rrezikohet jeta banorëve, ndërsa shton se për momentin nuk ka nevojë për evakuime. Kanë filluar në të gjitha njësitë administrative. Vaudejsi është pak më problematik sepse proj Glinës ka dalë jashtë shtratit dhe po bën një përmbytje shumë të madhe në të gjithë qytetin e Vaudejsit. Deri tani janë rreth 100 shtëpia që kanë prezencë ujit. Damet janë shumë të mëdha në Bagti dhe në Shpend dhe me Blet, me kusheret e Bletëve, por shpresojmë që të paktën mos rrezikojmë jetën e njerëzve sepse situata është mjaft e rëndë. Shpresojmë që mos kemi nevojë për evakuim. Ndërkohë situata paraqitet jo e mirë edhe në bashkinë Fusharrës, ku raportohen rënje gurësh dhe inertesh në rrugë rurale si dhe prezencë e ujit në disa akse rrugore.